Lajmet. Shumë të këqija janë. Shumë gënjeshtra mashtrime ka. Jena për dhe emisionet Po, i shikoj dhe ato. Big Brother, Ferma VIP. Big Brother është pa edukat. Okej, qa edukate ka për familjen? Më trego pak. Çfarë edukate do të marrë një familje me një Big Brother? 2 punë kam punuar në Amerikë. E filloja që në orën 4 mëngjesit, edhe lija në orën 10 natës. Çdo gjë është dhe mashtrim. Me thënë drejt, shko ti thua ti fresh, ose janë bio. Qa bio janë ato? Nga e di që e bio. Atje s'ka një stamp. Shkone e shikon, nuk ka stamp. Amerika e vlerëson Shqipërinë. Ka dhe Sazanin në Shqipëri që e ka shumë të mirë. Sazanin e dëgjova që e ka marrë dhëndri i Danosë. Faktikisht unë tani kam ardhur. Por faktikisht unë nuk ndjek asnjë televizion shqiptar. Vetëm e shikoj në gjuhë anglisht. BBC and some different kështu. Por nuk më pëlqejnë. Qa s'pëlqen për shumë tek televizion shqiptar dhe qa duhet ndryshuar? Unë më pëlqejnë ato lajmet. Shumë të këqija janë. Shumë gënjeshtra mashtrime ka. Jena për dhe emisionet Po, i shikoj dhe ato. Big Brother, Ferma VIP. Big Brother është pa edukat. Për mua. Po Ferma VIP, sezonin e parë, e ke parë? Jo, s'kam parë fare. Unë me thënë drejtën, po kam parë këto që është ky fiksi, ndonjëherë, që është ky stop, ndonjëherë, po e përgjithshmja, s'më pëlqen. Pse nuk pëlqen? Pse nuk pëlqen për shumë Big Brother? Emision argëtues, këta e shesin, ka miliona shikime. Okej, qa edukate ka për familjen? Më trego pak. Çfarë edukate do të marrë një familje me një Big Brother? Unë kam qenë mbi 27 vjet në Amerikë, po s'kam parë emisione të tilla. Atje mund të ketë, po kush ka dëshirë, i ble me pare. Po jo për familjen. Unë personalisht jam kundra. Kam qenë, jam e do t'jem. Unë nuk shikoj kur. Unë mund të shikoj një diçka që mund të fitoj diçka. Ama Big Brother, më thuaj çfarë edukate ka. Ma trego juve si gazetar, çfarë? Këta po na shesin që është një emision argëtues, ka argëtim, ka sfida, Çfarë argëtimi ka, më ka thuaj. mesazhe. Okej, më thuaj çfarë argëtimi ka për një brezëri. Ka argëtim që ik puno, duhet të punosh, duhet të nxjerrësh paran me djersën e ballit? Ja, unë jam kundra. Unë për veten time personalisht. Qa promovojnë këto emisione? Ko i di unë se çfarë bëhet këtu në Shqipëri? Unë tani kam ardhur, po them. Promovojnë vlerat shqiptare apo janë disa vlerat importuara nga jashtë? Qa vlera shqiptare? Pse këto kanë qenë vlerat e dikushme shqiptarit? Ne kemi jetuar dhe dikur, se unë nuk jam e tanishme, por nuk ka qenë kështu edukata. Këtu ka rënë edukata fare. Pse ndodh kjo gjë? Pse mendon se ka rënë kjo edukat? Sepse njerëzit nuk janë shumë të shtytur dhe mbas punës. Po janë shtytur mbas qefit, paraja të vi nga qielli. Po jo. Ja, kam jetuar 27 vjet. Kam punuar ditë dhe natë. 2 punë kam punuar në Amerikë. E filloja që në orën 4 mëngjesit, edhe lija në orën 10 natës. Çfarë bëja? Ja, kjo ishte jeta. Duhet të punosh. Po atje kam fituar shumë gjëra, me respekt, me gjitha i kam fituar. Kam respektin. Këtu ti pësh në një autobus, njerëzit nuk ka respekt. Nuk ka mirënjohje, nuk ka mirësillje. Ja, kjo është më elementare. Ndoshta vjen sepse autobusa vijnë rrallë dhe janë të mbushur, të normave. Okej, po në supermarketa, që të shkosh ti të blesh, ajo nuk di të sillet, nuk thot faleminderit ose mirupafshim ose kështu. Nuk ka këtu. Nuk e di pse. Ky është pasqyra, kur vetëm në për tregti ose kur vetëm pazar ose në supermarketa, tregon atë edhe se si është biznesi, kultura e biznesit. Po këtu s'ka, me thënë drejtën. Kjo është përshtypja ime. Pra ju thoni që të hapësh biznes do të kesh një kulturë të caktuar që këtë kulturën tënde ta përçosh tek të tjerë. Po te klientët. Ta mirëpresësh klientin. Ti thosh faleminderit si jeni ose mirupafshim. Faleminderit. Këtu s'ka fare. Këtu është. Ne që jemi te supermarkete, si ju duken çmimet
këtu në krahasim me atje ku jetoni ju. Pra, flasim për nivelin e jetesës. Media më inqizoni, po unë nuk kam shumë dëshirë për filmin, po. Me thënë drejtën. Ne na pëlqen mendimi juaj shqeto. Ne jemi në YouTube shqeto. Oh, YouTube jeni ju e mo? Oh my god. Jo. Jemi pa censur. Jo, faktikisht unë i kam ndjekur këto gjëra, po nuk më pëlqejnë shumë. Çfarë të pëlqen? Në këto televizore. Kemi në televizor, jemi në YouTube. Tashi, me thënë drejtën, këtu janë shumë të shtrenjta gjërat. Por këta njerëz që jetojnë këtu. Çdo gjë është dhe mashtrim. Me thënë drejtë, shko ti thua ti fresh, ose janë bio. Qa bio janë ato? Nga e di që e bio. Atje s'ka një stamp. Shkon e shikon, nuk ka stamp. Si e ke bio ti? Prandaj janë. Na vjen keq po. Kultura fillon që te ushqimi, po thoni ju që s'po dim qa ham. S'dim qa ham, e s'dim qa pim. Kjo është puna. Nuk ka mirësjellje këtu, me thënë drejtën. Kjo më ka lënë përshtypje mua. Si mund ta zgjidhim këtë gjë? Pra çfarë duhet bërë që të ndryshojë kjo gjë, duke qenë se jemi edhe në prag zgjedhjeve. Ndikon qeveria, ndikon biznesi, kush ndikon? Gjithë ndikojnë këtu janë të lidhura njëra pas tjetrës këtu. Duhet, edhe biznesi duhet bëj pasqyrimin e vet. Duhet të di çfarë shet, çfarë reklame bën, janë të vërteta apo jo. Ato janë mashtrime. Ja, me sa kam dëgjuar që thonë që edhe në supermarket ato makaronda dhe si që janë këtu, fshije data, vendose data tjetër, thonë këta. Ja, gënjeshtra mashtrime. Dhe nga kjo pasaj shohim ikë zinxhir. Ikë çdo gjë po, se për dhe vëm tek spitalet. Spitalet, unë po të them, me sinceriteti më të madh tek ai vend atje. Atje kërkohet vetëm punë. S'ka atje. Kush punon atje. Por që duhet t'jesh i lidhur me punën. Por aman, këtu atje asnjëherë s'ka vajtur në spital. Thua mua aty, 27-28 vjet. S'ka marrë një ilaç. Pse? Se mbi të gjitha është ajo që tradicion. Kur i thonë ata tradition for my, domethënë my vendit tim që unë gatoja. Prodhimi i vendit tim. Gatoja vetë çdo gjë nga ana ime. Por puna nuk është kjo. Po edhe ande ishte më ndryshe cilësia. Kontrollet e këto gjërat mund ishin. Edhe ande nuk po themi se ta bëjmë baçe. Por e përgjithshme kishte më tepër. Jeni bërë pishman që jeni rikthyer në Shqipëri? Jo, unë nuk jam rikthyer, ose kam dokumentat, jam me dokumenta me gjithë. Ke ardhur vetëm për pushim? Unë kam ardhur kështu, ikim, vi, nuk e kam problem. Unë jam me dokumenta e me pasaport. Jam okay. A keni menduar që të riktheheni si duket Shqipëria? Edhe mund të kthehem. Shqipëria ka ndryshuar, me thënë drejtën. Krahasim atë që keni lënë si? Unë kam ikur në kohën e Sali Berishës. Në 97. Hapi rrugët ai atë? Po që hapi ai në Grafosin. Po, mori vëllë parate, firmave, shtëpi ngele, pa shtëpi, pa prokopi, ishim detyruar, do minim një drejtim. Se është e vërtet kjo firma piramidale që realisht qeveria i vodhi apo u ngrit në disa individ? Kush i vodhi? Ai e hapi. Se kush i vodhi i di ai? Ku dim ne gjë? Ai thoshte fluturoni te Gjallica, fluturuan njerëzit te Gjallica, erdhi puna. Ju fluturuat te Gjallica? Po, fisi im gjithë, humbi. Komplet. Kështu që në 97-ën jam lëvizur këtu në prill të 97-s. Ti vetë sa lekë lënë te Gjallica? Unë faktikisht ato që lashi mora. Pas ke qenë me fat? Po, familja ime i la nuk mori. Asnjë gjë. Ka qenë bigjozi hapur. Atje ishte kështu. Jo, po një motra ime vajti i ra data për t'i marrë, i mori, tha po i mbyllë një herë unë, atëherë ose tjetër nga familja të tërë mua i la. Kështu që ishte një katastrofë për këtë popull, me thënë drejtën. Por që mirë ky popull që është këtu. Unë e kam Terezi. Unë e kam andej vendin tim. Po ti shikosh tu ke njerëz të gëzuar, lëvizin, rini, gjallëri, ju thoni që përse janë të gëzuar? A kam punë këta? Pra që kosa vishen mirë, lokalet janë plot. Po qa vishen mirë, se kam pjetur një motor, se kam një motor këtu unë. I them, më qo me një dyqan ku ka gjërat mira. Po thoja, qoj, ku di se që më thot një dy supermarketa tu. E po mirë, hajde, ku janë? Këto janë? Ja. Ose ven aty të këta që thonë gabi. Ja, kjo ishte veshje
e shqiptarit. Ndonjë gjë se nuk vishen, po thot ne s'kemi thot prandaj edhe nuk vishemi thot të vëm të blejmë shtrenjta. Pra ja aty shkojnë e vishen, kështu që. Për mua e s'okej jeta për këtu po që e përgjithshmja shtreset reduan, me thënë drejtën. Shumë faleminderit. Faleminderit juve. Qofshi mirë. Ju lutem mos më xini, më tej. Paksojeni se unë nuk kam shumë dëshirë, me thënë drejtën. Më mirë se ty s'flet njëri. Jo, s'është puna, se kam. Jo. Jo, po lëre manitën që manitëm. Po lë mos e që... Po më flasë... Një ndër problemet... Që ndjej. Po pse? Do të gënjej. Po pse do të gënjesh? Një ndër problemet që ka rinia shqiptare që vërejmë ne për ditu nuk flasin. Kjo ndoshta vjen për, nuk e di, arsye... Pse nuk flasin këtu? Nuk flasin sepse ata kërkojnë punë. Kërkojnë dhe thuhet këtu që bëhet me shoqëri, nuk bëhet me zotësi. Puna duhet bëhet me zotësi. Kush është i zoti të futet. Nuk ka dallim e majta e djatha. Ati ku kam qenë unë, nuk kishte dallim. Se kush fitonte, unë nuk dua të dija fare. Unë isha në punën time, shikoja hallet e mia. Çdo njeri, jo vetëm unë. Unë kam punuar me të zinje, kam punuar me të bardhati, as tonë të ditë njeri. Se çfarë bëje ti, more? A e di ti se kush ishte kryetari i komunës ose bashkisë ose rrethinës ku banoje ti? Si mua nuk e di. Ç'to aty? Flas në jetën e përditshme, të interesonte që ta dije? Jo. Ishin këto, ishte se këta janë të Lalit, këta janë të Bashës, këta janë... No, s'kishte atje. Atje shkoje e punoje ti as doja të dija fare. Edhe kur vinte koha e votimeve, nëse kisha dëshirë do shkoja. S'kisha nuk ja. Po njeri s'më gjukonte ke puna ma, ç'a bëre ti? Shikonin, ke votuar apo s'ke votuar ti kishte? Jo, më qa flet, janë budallëqe këto. Këtu do rrini derisa të votoni dhe pastaj do largoheni apo do ikni para votimeve? Unë këtu jam e këtu do rri një ca kohë. Shof sa do rri. Do votoni? Po unë nuk jam regjistruar, po kam dokumenta që fse do më pranoj me dokumentat e jashtme. Mirë. Amerikës. A ke vetë të dëshirë që të... Nga një them se kam, po dhe nga një s'më intereson shumë. Kush ta mbush syrin nga këta këtu? Ajo që s'te intereson shumë, po pak të intereson. Kush t'intereson më shumë? Me thënë drejtën, unë nuk kam ndonjë interesim, po të them për këta që ka qenë dikur ai Sali Berisha shkollë që vjen. Nuk ka program do me që të eci për para. Ai e pati në dorë dhe nuk diti. Ai thot që unë do vim për shtesë punet ati Donald Trumpit. Që po bën Donaldi? Donaldi po e bën gjullurdi atje pak nga pak. Atje si që thonë të ashti, emisionet e populli që e shof që del gjithmonë në demonstrat atje, gjithë shtetet me radhë, do me thënë është një miks e madhe dhe për atje, po me gjitha të inshallah ma se regulohet. Por që këtu, pa nuk më pëlqen ai, se ai ka qënë dikur. Ai tash është 80 sa vjeç, nga i gjeti ato menda i tani që do rregulloj të Shqipërinë. E mira është ta marri Brezili. Vetëm ai ka mend. Me që ju jeni banore në SBA, thatë. SBA, Chicago, Illinois. Si e ka pritur Chicago rikthimin e Donald Trumpit? Faktikisht unë nuk kisha atje kur u bën si se unë kam bërë gjithmonë votime atje kur kam qenë. Votimet, kam bërë vit, do më njëherë 4 vjet që bëhet atje, kam bërë. Po këtë vit nuk kisha se kam ardhur për një hall këtu. Po përgjithësi në fillim e pritën mirë, po tash ka shumë probleme, thon këta. Se qa probleme kanë lind atje, jo shkurtim punësh, jo shkurtim vendesh, tashti. Se si do rregullohet. Do është si këtu në Shqipëri që kur vjen X politikan do sjellit vetin. Jo, me ati nuk vjerje këto gjërat. Jo. Popli shkon e punon atje ku është puna dhe cetë. Unë kam detu 27 vjetë, më hoqi njëri. Në mandatin e parë thoshin shumë që Donald Trump bëri shumë për shtetasit Amerikan, por ndihmoi dhe emigrantët. Me thënë drejtën tani që isha unë që ka jam larguar, hynë shumë imigrant në Amerikë. Venezuela, hyri gjithë shteti Venezuelës. Edhe ishte një gjullurdi e madhe në fakt. Sidomos aty ku jetoja në Chicago, njerëzit i që edhe në për rrugët, me çadra, rrinin imigrantët të Venezuela. Edhe kjo hapi një problem të madh në fakt. Ky vendosi që ti heqi tani. A tjetër mund të ketë, jam pa punë në kudo hanin. Ata dilin lipin në rrugës. Që kur s'kishte Amerika ashtu, faktikisht. U bë një gjë e keqe në fakt, erdhën gjithë populli. Gërjeshin turma në për rrugët rrinin.
Sa do ata i vendosën dikur, jo me çadra, jo me kabina, me gjitha, po prapë nuk arritën dot se do. Ishin shumë njerëz. Mbaj më do në për atje rrugë kur rinja unë, tërë njerëzit në për dyqane rrinin, doni të lipnin, të bëni që kur s'kishte Amerika ashtu. Me thënë drejtën, nuk kishte. Po, Prishi administrata Biden, thoni. prishi ajo administrata, por ndoshta edhe vendi ti ndikoi ti që hapi kufirt. Venezuela. Ndikoi ti edhe kjo për gjullurdira, për të resapet e vendit vetë, e kupton? Prandaj kjo është shumë keq, ndikoi keq në Amerikë faktikisht kjo. Po, hajde. Ai sa mundeni ju, me aq background sa keni, si po duket politika që po bën Trumpi me shtetet e tjera, me Europën, me kontinentet e tjera? Me thënë drejtën, deri diku ai mbron interesat e Amerikës, të vendit vetë. Kjo është gjithmonë heq nga ana e vetë. Por tani se si do e dalit, nuk e di. Kjo është fundi. Tani na ngelet themi inshallah na ndihmon edhe ne. Inshallah, po ma merr mendje Shqipërinë nuk e hedhin poshtë. Se Shqipëria është një vend që është pik për të gjithë shtetet e botës, po lese nuk mund Amerika e vlerëson Shqipërinë. Ka dhe Sazanin në Shqipëri që e ka shumë të mirë. Sazanin e dëgjova që e ka marr dhëndri i Danosë. Kështu është e vërtetë? Po. E kështu që mundet. Prandaj. Hajde mo. Të përshëndes, shumë faleminderit. Qofsh mirë.